sot e ka drejtu Partia Demokratike. Po edhe rrjedhja e një numrit madh votave në frontin e majt që drejtohet nga Partia Socialiste, të cilën Edi Rama do nëpërmjet kandidimit të PSD-s dhe të Mdoshit ta rikuperoj pikërisht ato vota që i rrjedhin, patjetër që forcat e reja do kenë përfaqësim në parlament. A do mund forcat e reja të realizojnë misionin e tyre për të marrë aq deputet që për ta ulë Edi Ramën poshtë 70 votave dhe për të për të bërë trysninë e nevojshme në ndryshimin e strukturës zgjedhore, kodit zgjedhor dhe rregullave të lojës, këtë nuk e di a do ndodh ajo. Po betejë duhet jetë e ashpër për gjithë këtë spektër politik, pra këto partitë e reja, që të kenë një betejë pa kompromis me sistemin aktual politik. Dhe sistemi aktual politik është pikërisht në duart e Edi Ramës kryesisht, që ka gjithë interesat ekonomike të këtij vendi dhe nëpërmjet interesave ka një influencë më të madhe politike, dhe Sali Berishës, i cili po mundohet të ruaj influencën e tij politike dhe duke e pasur të qartë që nuk fiton, në një farë forme ai arrin po i bën një dëm të madh opozitarizmit, sepse po sulmon edhe ai partitë e vogla. Duke i sulmuar partitë e vogla dhe duke u thënë që këto janë patericat e Edi Ramës. Domthonë, tu është një luftë e gjithë kundra të gjithëve dhe patjetër që partitë e reja do e sulmojnë sistemin aktual politik. Dhe duhet ta sulmojnë fort dhe me fakte dhe me argumenta për të rritur peshën e tyre politike, se nuk do jetë betejë për programe elektorale. Betejë do jetë për model politik, për politikan me karakter apo politikan pa karakter. Se nëse unë kam programin sa do të mirë, po jam për politikan pa karakter, unë të gënjej në pikë ditës me diell dhe nuk vlen programi im. Se pari këtu duhet njerëz që janë konsekuent me pikpamjet e veta, me qëndrimet e veta. Po u morëm në me Ramën që njëre merri Lirmetën, njëre e heqi Lirmetën, me Sali Berishën që del edhe thot këtë që thot sot po thot ishte deklaratë politike dhe e fshin nesër, këta nuk janë të përgjeshëm më për ato çfarë ndërtojnë si program politik, po këta mund thonë program politik, deklarime politike që s'kan as vlerë dhe s'duam të respektojnë fare, siç nuk i kanë respektuar deri më sot. E ç'vlerë ka programi i tyre politik? Këto mundet dalin edhe të thonë që ne dhem pensionet 500, ne dhem 1000 rrogë, 1200 rrogat, po për shkak të zhvillimit ekonomik dhe problemeve XY, ne nuk arritëm të realizojmë premtimin tonë, edhe i bin darjes dhe defit nga fillimi. Pra, ka të bëjë me integritetin. Mjedisi politik do ketë njerëz me integritet apo jo? Kjo është aja. Pasi garantojmë që ne duhet të vendosim njerëz me integritet, fillon debati pastaj në lidhje me pikpamjet politike dhe programet elektorale. Më kjo duhet jetë e qartë edhe për elektoratin. Këta që i paraqesin programe, po s'patën integritet, mos i besoni. Sepse fare mirë mund t'ju thonë nesër që ne u tallëm me ju dhe nuk majmë përgjegjësi fare. Kjo është situata politike në cilën ndodhemi. Poli, shikon mundësi që të kemi mandate nga partitë e reja gjitha? Po patjetër do ketë, por është bërë një gabim, unë dua ta quaj gabim, por çdo gjë do sqarohet, besoj pas zgjedhjeve. Është humbur një shans historik. Këta duhet të ishin bashkuar sepse ato parimet ose ato kushte që përmendi Ibseni në fakt de facto formalisht i kanë. Që kush janë? Janë reforma zgjedhore, do të thënë çbllokimi i votës së lirë dhe përfaqësimi i popullit direkt në parlament, jo nëpërmjet kryetarëve. E dyta, mbrojtja pa kushte dhe forcimi i kësaj rruge që ka nisur, që përkrahet dhe nga ndërkombëtarët dhe nga mbi 70% e popullit shqiptar të drejtësisë, sidomos të SPAK-ut GPK-s. Do të thënë, dhe më kryesorja është që këta të gjithë janë kundra kësaj elite të ashtu quajtur të tranzicionit. Me fjalë po them deri tani. Prova më e madhe do ishte që duke patur këto gjëra të përbashkëta këta të ishin bashkuar. Tani, çfarë ndodh? Këto zgjedhje nuk janë këtë radhë as për programe, as për gjë. Këto zgjedhje arbër kushdo që ka dy pare në kokë, por dhe gati të gjithë e kuptojnë, këto janë zgjedhje të cilat kanë një zgjidhje. Do vazhdohet me tranzicionin apo do filloj fundi të paktën të filloj fundi, rënja e tranzicionit, se nuk ka thik për që ndërpret. Ka po bën një punë shumë të fortë drejtësia, por nga pjesa e politikës jemi shumë mbrapa. Dhe nuk ecën dot as drejtësia as gjë, po ecën në sinkron me politikën.
Kjo drejtësi, ky SPAK u krijua për këtë parlament, për këtë klasë politike të tranzicionit, nuk mund të bashkëjetojë këta, dhe shumë gjatë. Nuk mund të bashkëjetojnë shumë gjatë. Dhe këta e kishin një shans historik. Tani, unë i kam ato vërejtit e mia, unë jo kam thënë.